gjykata. Gjykata duhet largohet Berisha dhe t'i hap rrugë reformimit të kësaj partie, që në fakt tregoj që këtë radhë ajo votat e opozitës. Pushata është kështu pushat. Kjo nuk ndodh. Me statut, është kështu. Kjo s'ka për të ndodhur, po. Jo, po si duhet ndodhë? Po pra, po më Nuk ndodh o pyet. zotëri po. Po më pyet. Duhet shkojnë gjykatet. Pushatin pra tani, ta pyesim. Pa diskutim që Saliu duhet iki, po unë shkoj akoma më tej. PD-ja duhet të shpalli shpërbërjen. Nuk ekzistoj më si parti, dështuam 3 herë, vlla t'i lër. Kjo s'ndodhë, kjo është fantashen. Vetëm Berisha, ha? Por të them, e di qa do ndodhi. Por edhe pjesa poshtë, nuk largohet. Do shofësh të gjithë Top Channelin, Spakun, Klanin, do thonë për Arlindin se do ngeli ky opozitar kryesor, Sudja me syze, do i vind prokurorë, pra, këtu nuk ka rëndësi është Saliu apo gjë tjetër, më këtu s'lihet Po, por a e mund do alternativë kundër regjimit. Me gjithë to që thua ti thua që nuk e mund, as Arlindi as Thash Macronit vimër nuk e mund më. Po varroheni më va. Po atëherë për çfarë hyn zgjedhje këta? Si çajun zgjedhje? Kush? Berisha këta. Opozita. Berisha për Arlindi, pse duhet ty? Berisha për mua. A votove ti vlla, kod pyetje. Partitë e reja. A votove ti? Po. Po pse voton ti kur ti Prit pra, partitë e reja duhet të hynë për një gjë tjetër, për një plan afatgjat. Tjetër? Për moshën që ka Rama, por se dhe një vdesi Rama. Pavarësisht se këtu nuk ka zgjedhje, regjimet bie një ditër. Nuk do bjerë me zgjedhje, do gjendet një mënyrë. Patjetër. Kështu që alternativa duhet mbajt. Unë për këto opozitën që i quaj dështim, nuk i quaj se unë e dje që do umte. E vetëmja e mirë që mund t'i bënte kjo shqiptarve, opozita e PD-s, ishte mos linte këtë shumicën e thjesht. Pra mos jepte dorë Ramës ndroj gjithë to kode ta kapte lehtësisht të theka. Këtë quaj unë dështim të PD-s. Po, a duhet jap llogari ai tash për dështimin? Ore duhet shpërbëhet, Saliu duhet dorë. Unë shkoj më tej, PD-ja duhet të shpërbëhet. Problemi është këtu. Po zotëri po thotë të kthehet Taçka e vjetur. Kjo shoqëri ka nevojë për renditje. Kjo shoqëri ka nevojë për shërbimi më i madh që mund të bëjë. PD-ja është shpërbërja. Po të shehaj, po t'ishe shehaj në kryet PD-s, a mund të imagjinojmë që do ndodhte? Pra është problemit e leadershipi. Ose po t'ishte shehaj dhe Basha dhe gjithë ata që ikën. Arlind të bëjmë pyetje. Por a ishte Basha. Duhet t'i iksu ati. A ishte Basha. A e nëzorën spiun të Rusë. A thash 2021. Ej, e nëzorën spiun të Rusë. Ata thash pyetje fundit për këtë. Po, e merë Berisha si kur e... E nëzorën njeri të serve... E nëzorën vetë Saliu spiun të Rusë. Ai Berisha bërë si kur me Gonigati luftoj ata. A luftoj Bashën. Dhe po si pat këto shenja, që këto janë shenja vetëm të regjimeve autoritare, dhe nuk është puna Bash, Berish, Agron, Arlind, jeni në diktaturë, o mblidhni mëndje, nuk keni që bëni. Jo, hama mirë, hapet i horizontit dhe shikoj. Arlind vetëm një pyetje. PD-ja në këtë diktaturë shkojë 26% më burë, PD-ja me gjithë LSI-n. Kurse ky shkojnë 32 më burë tash. Ky është çështja që ne duhet paktën të ngrejmë një opozitë që shkon aty afër. Pastaj hajde diskutojmë ku janë vodhi, si janë vodhi. Po kur një opozitë që është në bisht fare, atëherë çfarë do diskutojmë ne? Se kjo e zhbëm fare debatin. Që qasja intelektuale fillimisht është të kthejmë rregullat të barabarta loje për të gjithë. Pra, jo të rregullojmë një të vogël apo një më të madh. Po që ta shtym përpara këtë, duhet kemi një opozitë fort. Sepse nuk e shtym dot unë e ti këtë debat, se ne bëjmë muhabet në studio. Marë sa antipatikësh Agron Sheaj, ne harrojmë djallin në dhomë, që është ai që prish rregullat. Arlind, ju tani nuk jeni në parlament. Partia ç'ndodh me lëvizjen bashkë dhe unë kam një pyetje që ka 2 pyetje brenda. Do me thënë, lëvizja bashkë, shumë parti kanë lindur Arlind, jeta politike këtu do t'jetë shumë e vështirë. Ti jesh i qartë dhe ndoshta ti je i qartë. Shumë parti kanë lindur dhe janë shkrivë dhe djegur gjatë rrugës. Shuhen, janë shuhetur, vazhdimisht. Ju si do të rezistoni dhe si do të arëzoni, si rëzohet e di Rama? Ta nisë me lëvizjen bashkë. Unë e di që në Shqipëri kanë lindë dhe kanë vdek shumë shpejt parti, madje ka pas parti që kanë lindur të vdekura. Do të kanë tentuar dhe s'kanë arritur asgjë.
Ne po e them edhe një herë, me pak aktivist, me biciklet, në këmbë, ja kemi arritur që për 2 vite e pak parti të zgjedhim një deputet në kuvendin e Shqipërisë. Si asnjëherë më parë një parti e natyrës tonë. Dhe për të treguar sa ndryshe jemi ne, shkonin çik tek Parku Olimpik ku po numërohen votat e diasporës. Ne dim që të hënën që rezultati për Lëvizjen Bashkë nuk ndryshon. Do ne kemi një deputet. S'ndodh as të bëhemi 0, as të bëhemi 2. Jemi aty 10 aktivist që mbykëqyrin procesin sepse duam që të regjistrohet çdo votë e mundshme për Lëvizjen Bashkë. Të tjerët që janë aty ose presin për parti një mandat më shumë dhe pasi e marrin ikin, ose janë në garë me njëri tjetrin brenda partisë se kush ja merr shoku shokut. Ne jemi e vetmja parti, po them edhe herë, nga të gjitha ato që vazhdojmë me intensitet maksimal të mbrojmë dhe të numërojmë çdo votë për Lëvizjen Bashkë. Dhe kjo do t'tregoj shumë edhe për jetëgjatësinë tonë, pa diskutim. Pyetja tjetër, si rrëzohet Rama? Sigurisht, me organizim, me ngritje fryme, por ki parasysh diçka. Rama do të bjerë, unë nuk e di kur, po do të bjerë nga pesha e pushtetit që ka marrë. Nga pesha e pushtetit, a e di pse? Hubrisi, arroganca dhe diçka tjetër. Nuk e ka sot Edi Rama, nuk ka më justifikim. Ylli, sot Edi Rama nuk ka më justifikim. Qa do i thot pensionistit? Akoma do i thot bufi sudja? Bufi ka marrë fund. Qa do i thot pensionistit për pensionin që ka? Çfarë do i thot punëtorit për fakti që është më i keq paguari? Çfarë do i thot shtresës mesme që nuk blen dot një shtëpi në Tiranë? Çfarë do i thot njerëzve që çojnë fëmijët në shkolla, të tjerëve që shkojnë në spitale? Nuk do ketë më asnjë lloj justifikimi. Deri më sot, ai ka përdorur gjithmonë një kartë propagandistike apo ideologjike, pavarësisht gjitha të tjerave që përmendi Andi këtu. Që këtu ka një rrezik të madh, bashkë dhe me ardhin e Trumpit, ky rrezik bëhet edhe më i fortë, se do kthehemi te Sali Berisha. Sot Sali Berisha ka marrë fund. Ka marrë fund politikisht, por nuk ngrihet dot më, nuk e bën dot ti rival edhe sikur duash. Edi Rama do bëj ç'është e mundur që ta ngrej përsëri nga varri politik, po s'doja dal dot më. Sepse rezultati është till që Bipesha e pushtetit do krijoj kushtet për ta përmbysur. Kushtet nuk mjafton vetëm Bipesha, është detyra jon pastaj. Historikisht ka ndodhur si Lëvizje Bashkë të kontribuojmë në situatë. Okej, do të jemi fare pak minuta në Tiranë, vjen samiti, erdhi samiti, po vjen samiti, dhe dhëndri Trumpit, një ditë më pas nesër. Do të më pak minuta këtu. Sebastian, të lutem, kush ka ardhur tani? Kanë ardhur në orët e vona. Po pra të bjetë gati tani. Se kemi shumë pak minuta në dispozicion. Do të mbahet samiti i komunitetit. Po, Ylli, kemi, sapo kam mbritur edhe presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski, kemi edhe fotot që kam mbritur vetëm pak qaste më parë.